Mbrëmjen e djeshme, ikona e ekranit shqiptar, Tefta Radi ishte në Big Brother VIP për të realizuar një surprizë të veçantë për një nga banorët e shtëpisë më të famshme, mbesës së saj Rozana Radi. Në një rrëfim të ndjer, Rozana thekson se Tefta Radin e ndjen sikur e ka nënë të dytë, pasi ajo së bashku me xhaxhain e saj Francesc Radi kanë qenë si prindër për të pas largimit të mamit dhe babit të saj nga jeta. Ajo është e para që më uron, ajo ditë çdo gjë, mjafton një kafe 5 minuta me të dhe kam takuar mamin, babin, Frankon, tha Rozana duke shtuar se ajo do të mbetet gjithmonë ura lidhse të gjitha kujtimeve të saj të bukura. Menjëherë pas këtij momenti në ekranin e shtëpisë së famshme është dhënë një klip ku Tefta Radi jep lajmet ashtu sikurse bënte dikur në ekranin e RTS-s. Dhe më vonë ajo ka mbërritur nga Australia brenda shtëpisë për ta përqafuar mbesën e saj dhe për t'i thënë se është krenare për të. Në fund, Tefta Radi ka sjell edhe një këngë me zërin e Frankos për ta dëgjuar Rozana, çka ka bërë që banorja të shpërthejë sërish në lot.